Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam darkë të tavë fantastike që është vërtet e shijshme, nuk kam fjalë ta përshkruaj, shijen e saj të vërtet e ndjen vetëm kur e provon. Qull me arra dhe zog fshati. Nuk e di a i keni provuar apo e emërtoni ndryshe. Unë e kam mësuar nga vjera ime këtë recet dhe kam vite tashmë që e përgatis sipas mënyrës së saj. Na duhet një zog fshati i plot ose mund të përgatisni disa pjesë të tij. Unë e kam prerë në copa, zogun e fshatit ma ka solli mami, ajo i ka vet dhe imagjinoni dot se çfarë shije të mirë që bëhet kjo tavë me zog fshati. Sigurisht që mund ta përgatisni edhe me pul supermarketi. Unë për shembull kur nuk kam mundësi që të më sjelli mami ose vjera ndonjë zog fshati, e përgatis me misht pule. Shija nuk është e njëjtë, por gjithsesi bëhet shumë e mirë. Pasi e kemi ndarë në copa, e vendosim në tenxhere duke shtuar krip, ujë dhe e vendosim të zjej. Unë i kam hequr disa pjesë lëkurën pasi im shoq nuk e do, kështu që disa pjesë i kam lënë me lëkurë dhe disa pjesë të mishit ja kam hequr atë. Ndërkohë që mishi zihen, në një tigan do shtojmë 2 lugë gjalp, nëse e keni gjalp fshati, ka shija akoma më të mirë, 2 lugë miell misri dhe do ta skuqim në temperaturë të ngadalë duke e përzier vazhdimisht në mënyrë që të mos na digjet. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës dhe kështu do njoftoheni për çdo recetë të postuar. Siç e shihni, mielli është gati, ka marrë atë ngjyrën e artë dhe ka një aromë fantastike, këtë e ndjen kur e skuq. Pasi është gati, do shtojmë lëngun e mishit duke e përzier vazhdimisht. Kjo recet përgatitet edhe me miell gruri, por unë e kam provuar me të dy, por të jem e sinqert me miell misri bëhet më e shijshme dhe më e shëndetshme. Do vazhdojmë përzierjen duke shtuar lëngun e mishit pak e nga pak. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani në koment. Siç e shihni, unë jam duke e përzier vazhdimisht në zjarr të ngadalt, pasi nuk duhet të krijojnë kokriza dhe nuk duhet të ngjisi. Pasi ka filluar pak të trashet, do shtojmë 150 gram arra të thërmuara. Nuk e di a ju e preferoni me arra apo pa arra, pasi mund të gatuhet sipas dëshirës, por me arra kjo recet merr kuptim të plot shija e saj. Prandaj ju sugjeroj ta provoni. Ktu i kam vendosur të gjithë lëngun e mishit dhe në momentin që ka filluar të trashet pak, e vendosim atë në tavën e pjekjes. Po kështu edhe pjesët e mishit. Ne në vendlindjen time, zogun e fshatit e kemi tradit ta përgatisim me oriz ose me kozë dhe hudhër dhe këtë recet për herë të parë për rreth 15 vite e kam mësuar nga vjera ime dhe që atëherë unë nuk e ndroj me asnjë recet tjetër. Për mua mbetet super e shijshme dhe e përgatis gjithmonë, sidomos kur kam zog fshati. Pasi kemi vendosur mishin, do shtojmë pak gjalp mbi mish, nëse dëshironi të shmangni yndyrën, mund të mos e shtoni dhe pasi e kemi vendosur të gjithë, do e pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati, nuk do shumë minuta, derisa të filloj masa të trashet pak dhe të marr atë ngjyrën e bukur, ja si kështu, këtu është brenda në furr dhe nuk kam fjalë, duhet ta provoni patjetër, nëse ende nuk e keni provuar apo nëse ju kishte dalë nga mendja si recetë, ruajeni për vaktin e radhës dhe mbi të gjitha ju nderon gjithmonë në tryezë. Si ju duket kjo video, si ju duket kjo recetë, nëse ju pëlqeu për të më mbështetur,
Mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Unë ju falenderoj për të gjithë kohën që i kushtoni kanalit tim dhe bashkë do të dëgjohemi në receta të tjera të shijshme, të shpejta, tradicionale dhe jo vetëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Faleminderit.